Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Frida dhe sot do të flasim me dy talentet e shkollës sonë, Brooklyn dhe Shandy, të cilat luajnë kitarë elektrike dhe sot do të na tregojnë më shumë për talentin e tyre ndaj muzikës. Mirë se vini. Mirë se gjetëm. Si nisi dashuria juaj për kitarën? Kur e kapët për herë të parë një kitarë dhe menduat, kjo është gjëja ime? Personalisht, aventura ime me kitarën filloi kur shoku im i ngushtë filloi një kurs klasik kitare dhe unë sipas tij erdha unë pas një kurs dhe vazhdova dhe unë me kitarën. Dhe unë gjithashtu për shokut tim të ngushtë dhe filloi të më pëlqente shumë zhanra rock dhe metal dhe prandaj fillova të mësoj kitarën. Bukur. A keni një instrument tjetër që të doni ta provonit? Unë do doja të provoja dhe mësoja baterinë, për faktit që është një nga instrumentet më kryesor në bandë dhe ka shumë pak bateristë në Shqipëri. Dhe unë gjithashtu bateria është një nga instrumentet që edhe pse nuk jam luajtur kur, janë të preferuarat e mia. Janë shumë të rrallë të gjesh një bateristë këtu në shtetin tonë dhe prandaj do doja që t'i luaj edhe ato. Interesante. Cilet artist ose stile muzike ju pëlqejnë më shumë? A keni një inspirim apo idhull që ju frymëzon kur luani me kitarë? Unë do të thosha që zhanrat e rockit dhe metalit do të jenë gjithmonë të preferuarat e mia dhe sigurisht i kam idhujt që unë i dëgjoj. Siç është dhe Martin Friedman, kitaristi i Megadethit, ose që ka qenë kitaristi i Megadethit dhe është arsyeja pse unë kam bler këtë kitare. Dhe unë gjithashtu si thash, kjo është arsyeja që unë mësova kitaren dhe idolli im është Ritchie Blackmore nga banda Deep Purple. Influencimi që ka pas ai midis me zhanrin e rockut ka qenë një Marilyn Manson dhe gjithashtu më ka influencuar edhe mua. Bukur. A keni pasur ndonjë performancë apo një koncert që ka mbetur veçanërisht në mendje? Një koncert që do thoja unë personalisht është koncerti që bëra në Beach Barin e Flowerit në Kolim, që ishte një mbrëmje që kishte ardhur dhe banda e Nikës Zaimit dhe unë isha kitaristi i tyre për një këngë. Po për juve? Unë do thoya një koncert që na ka organizuar profesori im i kitarës, në fakt aty kemi bërë këngë në Hotel California dhe ishim diku të 7 kitaristë dhe doli thjesht një atmosferë shumë e bukur. Si shihni pasionin tuaj në disa vite? A ndërroni ta zgjasni më tej rrugtimin tuaj me kitarën? Ëndrat janë të mëdha, por nuk e di se sa do të realizohen. Sigurisht do doja që të filloja bandën time, por me universitetin dhe të gjitha nuk jam i sigurt se sa mund të realizohet. Kemi shumë kohë që mendojmë të hapim një bandë, por është shumë e vështirë me angazhimet që kemi dhe gjithashtu të gjejmë pjesëtarë që janë të gatshëm për të fokusuar në këtë bandë. Sigurisht, sfidat janë të vërteta dhe unë ju uroj shumë fat të dyve. Çfarë do të thoshet atyre që sapo kanë filluar apo duan të fillojnë të luajnë kitarën? Një gjë që do t'i thosha unë do të ishte fakti që ata do të luajnë këngë të cilat mund t'i menaxhojnë, mos të bëjnë këngë që janë më të vështira për nivelin e tyre, se thjesht do të humbin motivimin. Gjëja kryesore kur mëson një instrument të ri është që ta duash ta mësosh atë. Pra shpesh herë unë kur fillova të mësoj kitarë, profesori më thoshte që të dal të luaj para njerëzve, të luaj live. Dhe unë kisha shumë siklet dhe nuk diçha. Por tani e kam parë që është një kënaqësi në vete që të luash pranë një audiencë dhe është diçka që gjithkush do ta bëjë. Dhe tani nuk do të kishte kuptim ta mbyllim podcastin tonë pa një fragment të një këngë luajtur nga Shandy dhe Brooklyn. Faleminderit Shandy dhe Brooklyn. Tani dihet, nëse doni muzikë me shpirt, këta janë personat. Shpresoj të ketë pëlqyer ky mini udhtim në botën e kitarëve. Dëgjohemi në podcastin tjetër për të zbuluar më shumë talente të shkollës sonë. Faleminderit.